Fermerët e Qarrit, Martinës dhe Bishanit në zonën e Levanit në Fier po përballen me një situatë tepër të vështirë ekonomike, që sipas tyre po e çon bujqësinë drejt falimentimit. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të plerave kimike, farave, inputeve bujqësore dhe naftës ka shtuar ndjeshëm kostot e prodhimit, ndërsa çmimet me të cilat shesin prodhimet në treg mbeten të ulta dhe të paqëndrueshme. Fermerët shprehen se investimet që bëjnë gjatë gjithë sezonit nuk po arrin të mbulohen nga fitimet, duke i detyruar shumë prej tyre të punojnë me humbje. Ata theksojnë se mungesa e subvencioneve, kostot e larta të punimeve bujqësore dhe vështirësitë në sigurimin e tregut po ua bëjnë gjithnjë më të pamundur vazhdimin e aktivitetit. Një pjesë e fermerëve thonë se po mendojnë seriozisht të braktisin tokat bujqësore, të cilat prej dekadash kanë qenë burimi vetëm i të ardhurave për familjet e tyre. Plerat kimike kanë vajtë në stratosferë. Një të marrësh një kuntal dapi son 80.000 lekë. Supra më keq akoma. Të gjitha, domethënë, urea ka vajtë 75. Si marrim dot? Ja shu kemi lënë, kemi mbjell dhe lënë pa kultivator, pa edhe ple fare. Çfarë bën? Edhe treg s'ka, të gjitha s'ka. Çfarë bën? Po çmimi i karburantit? Po karburantin nuk na ashtu çmimi i karburantit marrin zotorisa dhe nga sinë pas ndaj në plugjimin. E paguajmë në karburantin zotorisa, paguajmë ne, se po se nga 15 që ishte ajo, kam për 19-20 ata plugimi për një dylym. Një dylym për ta plugosh, ta frezosh, bo gati 30.000 lekë, 40.000 lekë. Që duam të praktisim tokët, që duam? Po, mimi s'kemi ku qojmë. S'keni interes? S'kemi interes. S'ka interes. Mira i vinë traktari, këtu sot dajtë marrë me 25 sot i kuintali. Që mua një dylym do me dhe poti me shtarra, vetë 200.000 lekë dylym me prigime, me frezime, me mbjellje, me tarë, dhe në korri. Çmimi i shitjes nuk justifikon. Nuk e justifikon, do me thënë shpenzimet që kemi hedhur. Nuk i mulon. Po si e mendoni zgjidhjen, çfarë duhet bëjë? Që duhet bëjë? Lërja si t'gjerra dhe të madan. Që do të bia që ka qenë para, të banë këmet, që ka qenë para. Ne problemet e na Qarri, ne gjithë zonën, mos them vetëm Qarri, ke probleme me ujtë, me çmimin e plerave kimik. Nuk fitojmë gjë. Ka ngritur, dapi ka vajtur 100.000 lekë. Urea ka vajtur 80.000 lekë. Shuq s'na ngjelet gjë, punimet ka vajtur, frezimi bën 17.000 lekë, plugimi bën 17. Edhe çdo gjë është shtrenjtë. Edhe prodhimi s'kemi ku ta shesim se s'ka këtë një pikë magazine për shembull që ta gërmullosh. Kemi mbjell nisër, grur, po s'kemi garanci. Çmimet janë larta, edhe çmimi i misrit ishte i lartë. Me 10.000 lekë kilën e misrit. Kështu që është problem shumë. Se ku do qëndroj që punë njerëz nuk ka për shembull punëtor, të duash për shembull i kanë lënë tokat pa punuar. Po sistem ujitje, keni? Sistemi ujitje nuk ka. Ka bërë vetëm një linjë kryesore që Ferras ose Qerven, Qarr, Pish, vetëm linjë kryesore, kurse këto sekondaret nuk i kanë bërë fare. Ka vajtur Ferra, nuk çan dot e ka lënë një vit. Plotësojnë nevojat e ujitjes kulturore bujqësore? Nuk plotësojnë. Nuk plotësojnë. Vinë të shikojnë vetë, të verifikojnë vetë në vend, jo se ashtu. Nuk vinë një, për shembull, vinë një bashkësuese. Ashtu. Po kemi parë në kanalet pa pastruar. Pa pastruar janë. Ka pastruar vetëm një ajo. Erdhi partie, bëri një, po them 1 kilometër. Kanal aty dhe iku skripi. Nuk e vazhdoj për shumë të vazhdoj në linjë deri në aty. Ta shikosh vetë, është gjë. E duket, nuk është të flasë unë për shumë edhe. Falenderoja Apollonit që vinë me intervistë, shikon në reale punën tonë. Mirë po, shteti nuk del fare gjithashtu. Votat i kërkojnë, si përmendim zona janë jep socialistës për i bret. Sipas tyre, nëse situata vazhdon në këto kushte, shumë toka do të mbeten të pakultivuara, duke sjellë pasoja jo vetëm për fermerët, por edhe për prodhimin bujqësor të zonës. Ata kërkojnë gjithashtu ndërhyrje dhe mbështetje konkrete nga qeveria, dikasterit dhe institucionet përgjegjëse për të përballuar kostot e larta dhe sipas tyre për të shpëtuar bujqësinë nga kriza që po thellohet çdo ditë.